rrugë gjatë, substancë mësoj. Kryetari i bashkisë që kalon tek lagja e vet, që blen bukën atje, që ulet te kafja me qytetarët e tij, sigurisht ndihet më i përgjegjshëm dhe do të jap më shumë llogari për shërbimet që ka dhënë. Bëhesh edhe një TikToker, që nuk është roli një politikan. Po sigurisht bëhesh i famshëm. Një nga problemet që realisht un kam është që pak njerëz më njohin. Diskutojmë masivisht për sa të përfshirë janë të rinjt në leximin e lajmeve. Dhe sa të sigurt mund të jemi ne si gazetar që informacioni që shkon te ta vjen pak nga burime serioze. Dola në shesh ditën e parë të protestës dhe kur e pash atje kishte shumë të rinj që kur vendoseshin kënd për Shqipërinë e i këndonin mendon në zemër dhe të tyre shkëlqenin nga dashuria për këtë vend. A sheh leadership të tij? Ka shumë të rinj, ka dhe shumë gratë moshës mesme që unë teksa bisedoj i admiroj për mënyrën si flasin. Kështu që nuk mungojnë liderët, nuk mungojnë njerëzit asnjëherë. Në një podcast ku unë jam munduar vazhdimisht të kem të ftuar interesant, të veçantë, por edhe me substancë për ata që e dëgjojnë programin, kam patur gjithmonë dhe një qëllim tjetër, që të ftuarit të mos jenë ata cilët ne kemi dëgjuar me 10 mijëra herë të flasin nëpër ekrane televizive, mikrofona, podcastesh, radiosh e tjerë, pavarësisht nëse çdo fjalë e tyre ka vlerë absolute ose krejt e kundërta. Nëse çdo fjalë e tyre nuk ka në fakt asnjë vlerë fare. Sepse ka shumë që flasin shumë dhe që nuk thonë asgjë me substancë. Prandaj un kam zgjedhur të flas sot në podcast me një zonjë vërtet shumë nderuar, që është Brunilda Haxhiu, zotërin, që e kam edhe nga anët e mi, ja se jemi kështu si nga fieri. Deputete e Partisë Lirisë, edhe un kam kënaqësi që ta kem me ju sot për të diskutuar ca çështje të cilat do jenë më afër botës politikës, por jo fare larg edhe asaj showbizit, si gjithmonë në mënyrën më spontane, më të zakonshme, natyrale të mundshme. Bruna, faleminderit shumë që je me mua sot. Faleminderit shumë për ftesën tuaj. E ftoja dhe është qef sepse unë të kam ndjekur në fakt, të kam ndjekur prej ca kohësh tani më, dhe e kam vënë re që je përfshirë në opozitarizëm sigurisht, por ama duke mos harruar ndërsa ti i qasës sigurisht edhe po themi linjës së Partisë Lirisë etj, duke mos harruar ato që shumë politikanë tjerë e bëjnë në mënyrë masive, popullin. Pra e harrojnë e lënë më njanë dhe shohin ato që është interes tipik i tyre dhe e zhvillojnë çështjen e tyre politike si shërbërdisa tyre më mirë. Mendon që je ndër të paktët në këtë drejtim? Mendoj që është detyra kryesore imja që të përfaqësoj zërin e qytetarëve, kudo që ta ke mundësinë. Edhe në rrjetet sociale që ne më së shumti komunikojmë edhe që njerëzit na njohin. Në fakt është një dilemë e vazhdueshme për çdo që është në politikë, që a duhet të qëndroj strikt të gjitha kornizave që i vendos politika ose partia politike në cilat bëjnë pjesë, apo duhet të dalë jashtë saj dhe të përgjigjet interesit të popullit dhe të vërë të parin atë çfarë qytetarët i shqetëson më tepër. Në fakt unë kam fatin e madh që kryetari i partisë sonë dhe vetë partia jonë është një parti që nuk të shtrëngon shumë litarin dhe nuk të vë përpara kufive. Dhe ti nuk mund t'i kalosh ato, por të beson, të ndihmon që ti të arrish gjërat për cilat ti lufton dhe përpiqesh. Pra nuk e keni atë nevojën që duhet flisni me partinë përpara se të vendosni. Jo, absolutisht jo. Madje jam në një parti për cilën unë kam ngritur zërin për disa kategori të shoqërisë shqiptare, një prej cilave është edhe fëmijët që janë me autizëm, dhe unë që në kryet herës kam ngritur zërin për sa më shumë projekte për ta, shërbime që t'i ndihmojnë këta fëmijë, sepse kanë të domosdoshme dhe realisht nga shteti shqiptar janë të braktisur. Nuk e ndjejnë dorën e shtetit fare, janë nëna heroina që kujdesen për këta fëmijë dhe që pra shteti nuk bën asgjë. Dhe pikërisht në partinë time kam gjetur përgjigjen, ma kanë dhënë gjithmonë mundësinë që të shprehen për ta, që të krijojnë politika në mbështetje të tyre, edhe t'i kemi në qendër të vëmendjes. Pra, angazhimi im në politik është një mënyrë për të përmbushur ato synimet dhe qëllimet e mia në jetë. Bruna, besoj, unë më do të drejtohem kështu në emër thjesht apo jo? Po, do ishte kënaqësi. Unë vetë pëlqej politikën si një
platformë, po e thjeshtojmë tani patjetër, ku njerëz që kanë dëshirë të ofrojnë për shoqërinë e tyre mund t'i japin. Dhe mendoj që kur e shoh politikën së largu si qytetar në vendin tim në Shqipëri, kjo është qasja më pak e zakontë. Pra të gjithë mundohen ta shfrytëzojnë si një trampolin për veten e tyre, e ngatrojnë ngajherë me Big Brotherin që bëra unë, dhe harrojnë që në fakt politika është përgjegjësi përpara gjithçka tjetër. Dhe gëzohem shumë kur dëgjoj për shembull fokusin tënd mbi kauzën apo mbi nevojat e fëmijëve të spektrumit autik, të cilët me vërtet në Shqipëri, pavarësisht që gjërat kanë ndryshuar me kalimin e kohës dhe sikur si janë arritur rastet e tilla, janë arritur edhe qasja propozitive ndaj fenomenit, ka akoma shumë për të bërë. Po si reagojnë prindrit vetë kur diskutohen këto lloj çështjesh në politikë? Domethënë, a ndjehet te ata frustrimi i mungesës ndërhyrjes institucionale apo përkrahjes institucionale në raste të tilla? Diku përpara 2 javëve ka qenë një protestë përpara parlamentit dhe përpara se të hyja në seancë parlamentare takova protestuesit. Ju gjenda pranë atyre, ata shprehën shqetësimet që kishin. Ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte nëna e një fëmie me autizëm, e cila më lutej, më përgjërohej, aman ngrini zërin për ne, sepse jemi komplet të braktisur, kam një fëmijë tha adoleshent, dakor deri tani e kam ndjekur, po tani si doja bëj, sepse kur arrin dhe një farë moshe këta fëmijë gjenden pa shërbime fare. Dhe jam në një hall shumë të madh, tha aman ti që e ke mundësinë ngrije zërin për ne, tha. Dhe me thënë drejtën, mora vendimin, thash të seancë parlamentare unë do të flas pikërisht për këta fëmijë. Mirë po ndodhi ajo që seanca u prish dhe nuk vazhduan të diskutoheshin projekt ligjet, sepse ishte edhe në renditje që do diskutoj pikërisht për këtë kategori fëmijësh dhe nuk arritëm dot të mbaja as fjalën e dhënë, as premtimin që kisha dhënë kësaj nëne, një gjë e vogël, një fjalë e thonë në parlament, por që për atë kishte një peshë shumë të madhe. Pra, edhe ne që jemi në politikë, ndonjëherë parë nga jashtë duket sikur kemi shumë gjëra në dorë për të bërë, po faktikisht kemi shumë pak. Sepse kanë shumicën e votave, sepse mundësit ndonjëherë janë të pakta, ndonjëherë dhe nuk dëgjohemi dhe fjala jon bie në vesh të shurdhër, ndonjëherë dhe për hir të vendimarrjes arrogante që bën qeveria që miraton projekt ligjet pa dëgjuar fjalën e opozitës dhe parlamenti kthehet në noter të qeverisë, pra pa dashur ta fusë në atë linjën politike, po me thënë drejtën politika është e pashmangshme dhe nuk ka mënyrë tjetër për të zgjidhur problemet shoqërore përveç se përmes politikës. Pa diskutim që. Kështu që prandaj dhe bijem në këtë gracë këtë diskutimi gjithmonë. O Bruna, vërtet, kur shef këto seancët parlamentare që ndërpriten, shkatrohen, lëmsh, a ka ndonjëherë rast që thu të vjen shumë keq, realisht të vjen shumë i natë. A të vjen ndonjëherë turp edhe thuaj, si mund të jesh pjesë e një institucioni të kësaj lartësie për vendin tim, pra në njërin krah ke shfatin e madh, dhe në anën tjetër të gjendesh një nga mjediset më qesharak që mund të krijohet. Është vërtet. Ndonjëherë realisht të vjen turp. Të vjen ndonjëherë turp që je deputet dhe që mbar të emër kaq të madh, por që nuk e ndor të bësh dhe ta përmbushësh atë. Nuk e ndryshon dot. Ka shkollaj. Po nuk e ndryshon dot kollaj sepse je vetëm një numër në 140 dhe je edhe në opozit, sepse mendoj që më shumë në dorë për të bërë kanë deputetët e Partisë Socialiste dhe nëse ata vërtet do t'i thrisin ndërgjegjes tyre dhe unë mendoj që ka edhe njerëz shumë të mirë me integritet, por që duhet marrin guximin dhe një gjë që është kundër njerëzve që nuk u shërben atyre duhet i thonë jo, pra nuk mund të konsiderohen vetëm si kartona. Bruna, çfarë peshe ka patur protesta e madhe që tani më po bën muaj që zhvillohet në Shqipëri, te ti si individ dhe te ti si politikan? Te unë si individ ka pasur një peshë shumë të madhe, sepse unë besoj fort e protestat, e kam thënë gjithmonë këtë, mendoj që protesta është një rrugë shumë e mirë për të rrëzuar autokracinë, për të vrarë frikën, për të dhënë shpresë njerëzve, për të ndalur emigrimin e të rinjve, për të thënë që Shqipëria bëhet këtu nëse ne të gjithë kontribojmë, nëse ne të gjithë e themi fjalën tonë. Sigurisht që unë e di shumë mirë që arroganca e kësaj qeverie e bën të vështirë rrëzimin e saj, por qëndres, durim, zgjuarsi, një qartësi në gjërat që kërkohen dhe që duhet të arrihen. Kështu që mua personalisht më ka dhënë shumë shpresë,
Po ajo që e konsiderojmë të vlefshme është që ka dhënë shumë shpresë shqiptarëve dhe përtej protestës që është në Tiranë, gjë shumë e mirë janë edhe protestat nëpër rrethe, sepse nëse më parë ishte shumë e vështirë që të mblidhje 10 njerëz në një kafene dhe të flisje me ta, tashmë sheshet po mbushen me qindra mijëra njerëz dhe po flasin për një gjë shumë identitare që u përket atyre, për te partive politike, po flasin për vazhdueshmërinë e tyre, po flasin që të kenë shërbime më afër, që të kenë fonde, të kenë mbështetje të bujqësisë, pra për gjëra që u përket jetës tyre dhe më vjen mirë që shqiptarët tashmë po mendojnë për veten e tyre, për familjen e tyre dhe nuk po mbeten më peng i një rroge të administratës, po e marrin riskun parasysh edhe dalin përpara bashkive të tyre dhe kërkojnë një të drejtë që u takon. Ti thuaj që absolutisht arroganca e qeverisë me radhë, e cila pa diskutim që ka peshën e saj në situatën ku ne gjendemi. Ama protestat thonë Rama në Burg, Berisha në Turk. Po sikur të mos ishte zoti Meta në Burg, që do të ishte kryetari, ndoshta akoma i Partisë Lirisë. Do të përmendë edhe për të kjo fjalë? Ilir Meta është kryetari i Partisë Lirisë. Shiko, njerëzit kanë reflektuar, e kuptojnë që Ilir Meta është në Burg, pikërisht sepse ka ngritur zërin për ato çështje që protestuesit e ngrenë sot. Ata sot kërkojnë masivisht referendum. Ilir Meta ka kërkuar me kohë referendumin, sepse në momentin që ti ke 86 vota në parlament, sigurisht ligjet kalojnë ashtu sikurse do qeveria, ndërsa me referendum për çështje që janë shumë të rëndësishme, sikurse është reforma territoriale, patjetër pastaj që do të vendoset në interes të qytetarëve. Ilir Meta ka kundërshtuar marrëveshjen me detin, që i fal hapësirë detare Greqisë dhe shumë çështje të tjera, ka mbrojtur kushtetutën. Pra, këto janë gjëra që njerëzit me kalimin e ditëve i kuptojnë dhe i vlerësojnë që ai është një patriot, që i ka qëndruar kauzave të drejta dhe prandaj edhe e kishte në dorë edhe të ikte, të mos qëndronte në Shqipëri, por ama qëndroi, u përball për të treguar që nuk ka asnjë fakt kundër tij, është një figurë e pastër dhe sigurisht në moment që do dalë më i fortë, më i mbështetur nga njerëzit, edhe unë besoj fort që edhe do t'i prik kësaj force antiregjim. A do të guxonte për shembull zoti Meta që zoti ishte i lirë sot, bënte atë që zoti Berisha nuk e bën dot, të jetë pjesë e protestës në mënyrë aktive në shesh me gjithë qytetarët? Patjetër që po. Ilir Meta gjithmonë ka dalë rrugëve të Tiranës i vetëm, pa shoqërues, pa gard. Nuk ka pasur ndonjëherë frikë të takoj shqiptarët, t'u jap dorën atyre, të bisedoj me ta, të pranoj dhe kritika, të dëgjoj hallet e njerëzve, t'i mbështes ata, t'i inkurajoj, t'i motivoj. Pra, është një figurë shumë popullore dhe është pikërisht shembulli i tij që neve na frymëzon edhe ndjekim për të qenë pranë njerëzve dhe për t'i dëgjuar dhe për t'i mbështetur ata. Kështu që unë mendoj që Ilir Meta absolutisht do të ishte pranë protestuesve. Një qëndrimi jote tani, po kthehemi prapë te rrafshi personal, ka qenë i fortë në raport edhe me ndryshimet e reja që parashikohet të ndodhin në shkrirjen e disa bashkive e me radhë. Çfarë peshë do të ketë kjo për qytetarët në radhë parë, por edhe për administratën? Shiko, reforma e vitit 2014 propagandoi që do të uleshin shpenzimet në qoftë se do të ulej numri i bashkive, dhe ato kaluan në 61 bashki. Tashmë duan të shkurtojnë edhe 15 bashki të tjera me shpjegimin që do të ulen përsëri shpenzimet. Në fakt, eksperienca ka treguar që në këto vite numri i administratës i punojësve është rritur, sepse janë punësuar patronazhistë, njerëz që kanë shfrytzuar për të prodhuar vota, dhe nuk na ka dhënë ndonjë rendiment, në një kursim të madh në buxhetin e shtetit, ndërkohë që shkurtimi këtyre shkrirja e bashkive largon shërbimet nga qytetarët. Duke pasur parasysh që bashki të ndryshme kanë karakteristika ndryshe nga njëra tjetra, në varësi edhe të relievit që ato kanë. Divjaka me Lushnjën janë dy bashki komplet të ndryshme, sepse Divjaka është bujqësore, ka një prodhim shumë të madh, një kontribut shumë të madh në prodhimin bujqësor kombëtar, po ashtu është një vend bregdetar, pra ka tipologji ndryshe nga Lushnja dhe duke shkuar kjo bashki për shembull në Lushnjë e Divjakës, do të largoheshin jo vetëm shërbimet, por edhe fondet të përbujqësinë, për mbështetjen e fermerëve, por edhe kur një qytetar ka një problem, për shembull do të ngrej një
të bëj një dritare, të ngrej një kasolle, të bëj një ndryshim, duhet të ngrihet nga Divjaka dhe të shkojë në Lushnjë dhe atje do ta ketë dhe shumë të vështirë pastaj, të komunikojë me administratën, të gjejë zgjidhje, por edhe interesi i personit të zgjedhur, sepse nëse ti nuk je zgjedhur direkt nga komuniteti jot dhe ti përgjigjesh atij, sigurisht edhe llogaridhënien e ke më të ulët pastaj. Qytetarët duhet të kenë një përfaqësim direkt në pushtetin vendor. Ai kryetari i bashkisë që kalon tek lagja e vet, që blen bukën atje, që ulet te kafja me qytetarët e tij, sigurisht që ndihet më i përgjegjshëm dhe do të jap më shumë llogari për shërbimet që ka dhënë ose për rrugën që nuk e ka bërë, ndërsa ai që jeton larg, banon larg dhe sigurisht ka një shkëputje pastaj nga qytetarët dhe nuk do të kërkoj as fonde dhe as rrugë për ta. Eksperienca ka treguar për shembull në rastin e njësisë administrative Cakran, që duke mos qenë më komun, por duke u shkrirë me fjerin, nuk është bërë asnjë kilometër rrugë në këtë zonë. Pse? Sepse nuk ka një përfaqësues në Këshillin Bashkiak që ta ngrejë zërin për Cakranin. Ndërkohë nga ana tjetër ka ekzistuar gjithmonë pretendimi, do mendoj krejt drejt, që partitë politike në qeveri, pa asnjë lloj përjashtimi, kanë shfrytzuar administratën për të ndërtuar një urë të tyre të presionit që të vazhdojnë të qëndrojnë në pushtet, që të sigurojnë vota etj. Mbase më pak bashki, do të thotë më pak njerëz kontrolluar nga administrata, do të thotë zgjedhje më të tjera dhe më të ndershme në Shqipëri. Jo, do të thotë përqendrim pushteti dhe përqendrim fondesh. Do të thotë që ato fondet e patosit, renta minerare që merret dhe që mund të shfrytëzohet për komunitetin e patosit, në fakt do të shkojnë në Fier dhe do të shfrytëzohet nga Fieri. Pra do të thotë më shumë pushtet në duart e kryetarit të bashkisë së Fierit. Drejt. Dhe absolutisht jam kundër përdorimit të administratës nga cila do parti. Nuk ekziston asnjë vend evropian që administrata të përdoret politikisht. Lërini njerëzit të lirë të vendosin për ato që duan, që reflektojnë dhe që e mendojnë. Nuk duhen futur në këtë graz. Dikush që merret në punë duhet pyetur për diplomën që ka, për aftësitë që ka dhe nuk ka pse merret si diplomë te sera e partisë. Drejt. Bruna, për të vetëm një reflektim kështu të shkurtër mbi gjithë çfarë po flasim. Në fakt unë vetë nga protestat jam lëvizur shumë. Pavarësisht faktit që ne në Shqipëri vuajmë nga protesta që shfrytëzohen dhe janë shfrytëzuar në mënyrë të vazhdueshme, pavarësisht kohës kur kanë ndodhur nga politika dhe politikantët që drejtojnë, mbasi fillova të kisha bindjen që kjo protestë, pavarësisht tendencave që çdo kush ta marrë dhe ta bëjë të tijën, dhe pavarësisht atyre që shpresojnë të thonë o Zoti i Madh, inshallah ikën ky që të vijun, kjo protestë prap ka në thelb të saj qytetarë të cilët guxojnë të vinë aty me fëmijët e tyre dhe të flasin për atë çfarë shqetëson. Dhe kjo e ka bërë Shqipërinë, mendoj unë, për herë të parë mbas shumë vitesh, ndoshta që nga protesta e famshme e armëve kimike, një popull që kujtohet që duhet jetojë në një regjim demokratik. Dhe pikërisht këto arsyet që ne listojmë bashkë këtu, përdorimi i administratës, mungesa totale e integritetit politik të liderave të çdo krahu, unë them këtë nga perspektiva ime sigurisht. Kjo e ka bërë njerëzit të reflektojnë dhe kjo e ka bërë ata cilët jetojnë në shtat palqefe të kuptojnë që shiko, në Shqipëri në fakt ka një klasë të mesme. Dhe klasa e mesme nuk ka vdekur në këtë vend. Klasa e mesme jeton, është e përulur më shumë nga sa i duhet, lë vend për lloj palaçoje që të shfrytëzoj, të vjedh, të rrëmbej, të shkatroj, të bëjë si ti dojë qefi, por klasa e mesme ekziston. Dhe e bukur e kësaj proteste ka qenë ndër të tjera kjo, që njerëz të thjesht, të cilët nuk janë në protestë sepse shpresojnë që nesër do të lirohet një karrige për ta, por janë protestë sepse shpresojnë që nesër rruga e tyre do të jetë më e rregullt, mundësitë e tyre dhe fëmijëve e tyre do të jenë më të mëdha dhe që jeta në Shqipëri do të ketë mundësi të rivendoset në standarde të larta. Sepse ne aspirojmë Bashkimin Evropian, nga ana tjetër jetojmë në një lum gjërash që nuk shkojnë dhe që askush në botën e politikës nuk i merr me forcën e dur serioze për të ndryshuar dhe për t'i bërë ashtu siç duhet. Dhe unë besoj që pikërisht këto arsye e ç'bëjnë durimin. Pavarësisht që duket sikur se e di, nganjëherë mendoj në botën e politikës që ne është kriju kjo ideal mëse ma populli shqiptar. Dhe krijosh ç'të duash dhe bëj ç'të duash. Dhe këtu nuk ja atribuoj dikujt nga liderat. Mendoj që i përket pak a shumë të gjithëve. Thash, gjithmonë për perspektivës time. Po nga ana tjetër, ka dhe diçka që mua nuk më pëlqen në mënyrën se si ne bëjmë politikë.
pra si liderët ta ambën politik. Është një politik që gati nga njerë shkel vjen në hall mes të qenit famoz i njohur për postin tënd politik dhe për rëndësisë së tij, dhe të qenit i njohur si një personazh showbizi që rrin në Facebook dhe në Instagram dhe merret me gjithë dynjan në shkëmbime komentesh etj. Tani ne e dim që jetojmë 2026 dhe që fuqia e rrjeteve sociale është tejet e rëndësishme. Po a mendon ndonjëherë që politikanët e shfrytëzojnë këtë si një form showbizi, pra duan të kalojnë kështu si padashje nga njëri krah në tjetrin, duke u bërë çik humorist diku, duke u bërë çik të papërgjeshëm diku tjetër, duke u bërë edhe skandaloz, mbase nga njëherë dhe me qëllimin që të tërheqin vëmendjen e duhur në botën e madhe të rrjeteve sociale. Shiko, në radhë të parë të përgëzoj për fjalën që mbajte, ishte shumë e vlerë. Edhe është e vështirë të shpëtosh kurthit të rrjeteve sociale, janë një kurth. Pse? Sepse poston, e shikon që çfarë prodhon reagim dhe kur ty të rritet riçi, kur ty ti arrin sa më shumë njerëz dhe reagime, vazhdon dhe poston prapë po në të njëjtën mënyrë. Pra, është pikërisht kjo të cilës ti duhet të shmangesh dhe të mbash atë karakterin tënd dhe figurën tënde që të takon të mbash brenda kontureve të statusit që ke. Është e vështirë, po duhet përmbahesh. Përmbajtja është një virtyt që njeriu duhet ta ketë. Sigurisht që kjo shprehje duhet shkruar kështu me bold. Përmbajtja është një virtyt që njeriu duhet ta ketë. Po duhet ta ketë dhe duhet është e qëndësishme për çdo që është në politik, sepse ndonjëherë rrëmbehen edhe pikërisht për shkak të sa më shumë lajkeve dhe sa më shumë ndjekësve fillojnë edhe bëjnë gjëra të cilat po t'i shikojnë mbas disa viteve nuk do t'u vi mirë që i kanë bërë më përpara. Shiko, e rëndësishme është që njerëzit i shndrojnë asaj, pra çfarë është thelbësore për njerëzve, po, edhe çfarë është thelbësore për njerëzit që i ndjek, çfarë është realisht një problem, se ti mund të postosh pafund, por ato janë gjëra kaq të vogla dhe jashtë vëmendjes dhe jashtë jetës së njerëzve, sa nuk cek më njeri dhe bëhesh edhe bezdisshme, bëhesh edhe jo interesante, po bëhesh edhe jo e vlefshme, pra njerëzit i largosh qëllimit për cilën ti je aty. Pa pikën e diskutimit, po bëhesh edhe një TikToker që nuk është roli një politikan. Po sigurisht bëhesh i famshëm. Një nga problemet që realisht un kam është që pak njerëz më njohin. Pak njerëz më njohin edhe sepse kjo vlen për të mirët në këtë vend. Kështu që mund të ngushëllohesh pas kësaj. Nuk e di, domethënë realisht është e vështirë të bëhesh e njohur, por nuk është mënyra me cilën unë duhet bëhem të njohur, nuk është as nëpërmjet ndonjë skandali, as nëpërmjet ndonjë gjëje qesharake, as nëpërmjet ndonjë gjëje të papërshtatshme, edhe për mua, por edhe për pozicionin që mbaj. Prandaj është mirë që gjërat të bëhen gradualisht, të bëhen avash, të matura, me vlerë edhe kështu. Krejt dakord jam me ty. Unë kam eksperimentuar sa me jetën, Bruna, dhe kam mësuar në këto 29 vite të mia të përmbledhur, po themi tani, sigurisht nuk kemi filluar që 1 vjeç me këto gjëra, po kam mësuar që rrugë e gjatë, substancë thelbësore. Sa më shkurtër t'i bien njerëzit, aq më të shpejt në kohë do ta kenë degradimin e tyre dhe humbjen e asaj që kanë arritur. Dhe kjo është një gjë që dua ta them me zë shumë të lartë për ata që janë ndoshta edhe pak të rinj dhe që dëgjojnë mua dhe ty të flasim në këtë podcast apo në çdo lloj rrethane tjetër, se sigurisht ne nuk është se këtu themi një gjë dhe diku tjetër themi një gjë tjetër. Duhet me kriju substancë. Dhe nganjëherë këto rritjet e avashta, të ngadalta, i japin njerëzve një arsye për të dashur për më gjatë, besoj. Dhe kjo është me rëndësi shumë. Ndërkohë nga ana tjetër, se ne nuk i shpëtojmë dot showbizit në shihemi në sy, kemi një botë të mbushur me këngëtar, artist, ca din, ca s'din, po çon si ka kjo, ka gjithmonë ChatGPT tani që të bën të këndosh, të kërcesh dhe jo vetëm. Dhe ti e di nëse do të flasim për këtë apo jo, gjithmonë. Unë thashë që është super spontane. A ke fëmijë? Po, kam 2 djem. Mashallah, ti kesh me jetë. Faleminderit. Kur e shikon jetën e tyre krahasimisht me tënden dhe me kur vën po themi, kur merr në konsiderat atë çfarë ofron sot teknologjia, atë mundësinë për të qenë larg njerëzve por afër tyre, në një formë shumë çuditshme që njeriu nuk ja ka marrë mendje besoj dikur. Dhe kur e krahason gjithë këtë me kohën kur ti ke qenë vajzë me e reja akoma që diskutohet. Si të duket jeta e tyre krahasimisht me tënden sot?
Shiko, me tëndën si fëmijë, me tëndën moshë. Djali i madh e ka profesion informatikën, do me thonë sigurisht që merret me kompjutera edhe me inteligjencë artificiale gjithë ditën. Okej. Por nuk është një fëmijë jo social, është i dashur me njerëzit, është i thjeshtë, ndihmon sa herë që ka nevojë, edhe është i gjendur. Djali tjetër, më i vogël, 12 vjeç, është një natyrë komplet ndryshe, është pak arakat, është pak çapkën, është i hedhur, por duke qenë se rritet në një mjedis ku flitet shumë për politikë dhe ai flet shumë për politikë dhe është në krye të protestës gjithmonë, është atje mes atyre çunave me flamur të kuq, edhe nuk kthehet në shtëpi derisa të mbarojë protesta. Kështu që janë patriot të dy, e duan shumë Shqipërinë. Njëri prej djemve të mi nuk është këtu në Shqipëri, është jashtë, po djalit vogël i vjen shumë keq për këtë dhe thotë që unë do luftoj fort që ardhmja ime të jetë këtu dhe të mos jetë si e vllajit jashtë shtetit. Pra, është një gjë që ata ka një pasion për politikën, po është një linjë ndryshe, është e ka me shumë pasion, ka një grind më të fortë se sa unë, me thënë drejtën, është tjetër temperament, po e rëndësishme është që ka qëllim të mirë dhe mbi të gjitha do të jetë i vërtet në atë që bën. E kjo është e rëndësishme shumë. Është rëndësishme këtu te ne, është rëndësishme edhe kudo tjetër. Edhe unë ato 3 pak vitet mia në Gjermani, mbaj mend që në një konferencë botërore të gazetarisë që mbajnë në The World Conference Center në Bonn, ku Deutsche Welle sigurisht objektivisht e kishte afër fare këtë godin edhe ishte ndër partnerët kryesorë të konferencës. Diskutoi masivisht për sa të përfshirë janë të rinjt në leximin e lajmeve dhe sa të sigurt mund të jemi ne si gazetar që informacioni që shkon te ta vjen fakt nga burime serioze. Dhe shifrat ishin shumë të ulta. Edhe kjo ishte tejet dekurajuese edhe për mua, mbaj mend një shifër ekstremisht të vogël krahasimisht me numrin e popullsisë. Ndjet në një vend si Gjermania që është i zhvilluar dhe politika i shërben njerëzve jo njerëzit asaj, besoj në Shqipëri ku ndodhe kundërta duhet ndjet shumë më shumë. Dhe besoj falteje pa diskutim, siç çdo fëmijë mund të jetë fal në nënësi, ti ke dy djem që e ndjejnë me peshë të qenit të gatshëm për të kontribuar për vendin e tyre. Po unë vet si djalë, po them relativisht i ri, ndjehemi zhgënjur kur shikoj qëndrimin e brezave poshtë meje në raport me politikën. Dhe më duket sikur ka një farë nënçmimi, jo vetëm për shkak të zhgënjimit që kanë, por edhe sepse ju duket sikur ka gjëra më interesante për të bërë në të përditshmen e tyre. Mendoj që kjo duhet ndryshuar, apo jo? Shiko, edhe unë e këtij mendimi isha, po kur dola në shesh ditën e parë të protestës dhe kur e pash atje kishte shumë të rinj që kur vendoseshin këngë për Shqipërinë e i këndonin me dorë në zemër dhe të tyre shkëlqenin nga dashuria për këtë vend dhe thash jo, nuk janë të rinj apatik ndaj politikës, të pa interesuar për zhvillimet politike, por ndoshta duhet gjetur mënyra se si të ndizet shpresa e tyre, se si ata të tërhiqen në politikë, se si të angazhohen dhe fakti që kanë qëndruar për 2 muaj atje në shesh dhe kryesisht janë të rinj, do të thotë që pavarësisht medias, pavarësisht çfarë lajmi raporton media, tashi të rinjt kanë TikTok, kanë mënyra të tjera për të njohur të vërtetën, janë me një mendje më kritike, janë më dyshues ndaj asaj që thuhet në televizion dhe po të shikosh dhe thirrjen e tyre në protestë ishte bojkotoni median. Pra ata e kanë kuptuar që media e manipulon lajmin dhe nuk e jep ashtu sikurse është në të vërtetë dhe është e manipuluar politikisht, i shërben pushtetit. Pra, të rinjt janë shumë të zgjuar. Pak të një libër për këtë. Janë shumë të zgjuar të rinjt, nuk është se, por thjesht ata duan të jenë të sigurt që nuk po shfrytëzohen, që nuk po përdoren dhe që kauza e tyre do të gjejë mbështetje, do të përkrahen ata për të arritur ato gjëra që duan. Kështu që i takon politikës të gjejë mënyra për t'i afruar të rinjt edhe të ndaloj shpopullimin, të jap fund kësaj marrjes valizhes dhe shkuarjes jashtë, sepse kjo pastaj është një dramë e madhe për familjet shqiptare, për kombin shqiptar, kështu që realisht duhet të nxjidhja. Nuk duhet bëj një pyetje retorike, se ndoshta përgjigjja e saj xha u dha në bisedë. Apo a sheh leadership të rinj? Dhe a ka të rinj në karrierën tënde si politikane që kur i ke takuar të kanë impresionuar me të vërtetë? Dhe ke thënë që dikur kjo vajza apo ky djali mund të jetë një e ardhme që e ndryshon Shqipërinë për mirë.
realisht ka shumë të rinj, ka dhe shumë gratë moshës mesme që unë teksa bisedoj i admiroj për mënyrën si flasin. Kështu që nuk mungojnë liderët, nuk mungojnë njerëzit asnjëherë. Dhe nëse thuhet që ky njeri është i pazvendësueshëm është gabim, gjithë janë zvendësueshëm, gjithmonë ka njerëz më të mirë. Ndoshta që rinë edhe më të tërhequr, edhe më të fshehur, që nuk marrin iniciativën për t'u angazhuar në politikë, por që patjetër që ka, patjetër që po. Nuk e di si je me kinematografin, po unë jam një shikues, do ta quaja veten modestisht i mirë filmash. Kam parë gjithmonë filma që më kanë të paktën një pjesë e mirë prej tyre, më kanë dhënë një grimt ose më kanë pasuruar grimtin që kam. Dhe për shembull mbaroj për çfarë luan Morgan Freeman në filmin e famshëm të ku ai luan Nelson Mandela, The Invictus. Dhe në një moment bisedon me kapitenin e skuadrës afrikane në rugby dhe ndërsa flasin bashkë ai thot një tani është bërë kohë që nuk e kam parë filmin dhe kjo është më vërtet spontane, kështu nëse ka qenë kapiteni jo i rugbyt po në një sporti tjetër na vjen keq për rëndësishme është mesazhi që ti do t'i japësh. Ai ulet me kapitenin që dhe flasin bashkë të dy në zyrën e tij. Dhe Nelson Mandela, sigurisht interpretuar nga Morgan Freeman, i thot Matt Damon dhe luante personin përballë. Dhe i thot, dëgjoj, thot, në botën tonë ka një problem që është i madh shumë. Mbasi e pyet se si ti inkurajon lojtarët e kombëtarës të luajnë, të japin maksimumin. I thot, pyetja e madhe, i thot, Nelson Mandela që kam unë është si ti bëjmë njerëzit të japin më shumë nga ajo që ata besojnë se mund t'japin. Dhe filozofia është e bukur këtu, sepse në një botë ku fatkeqësisht problemet e natyrës mendore që përfshin ankthin, depresionin e tjerë janë në rritje, dëshira dhe grinta e të rinjve natyrshëm mund të jetë në ulje. Dhe ka kaq shumë njerëz me potencial, se këtë më ngacmoi ajo fjalë që i thënë në fund. Njerëz interesant, por që vendosen të rinë edhe më të tërhequr. Dhe pikërisht kjo tërheqja e tyre nganjëherë na bën të gjithëve ne si komb dhe jo vetëm në fakt, se është fenomen botror tani më, që të përballemi me lidera të cilët mund mos kenë asnjë kapacitet intelektual që i duhet një lideri me do e mos, por kanë kurajon për të qenë në krye të turmës. Dhe ne kemi plot raste të tranzicioneve tona politike, sikurse në komunizëm me Enver Hoxhën, që nuk ishte kurrësi më i miri i klasës së tij, por edhe më vonë demokraci, ku tërheqja e të tjerëve i kushton vendit. Dhe mendoj që ti do jesh dakord me mua, që duhet gjejmë vërtet një mënyrë për t'i bërë ata të cilët janë kurajoz, të jenë edhe më kurajoz, dhe të jenë vërtet lider në nevojat që ka vendi dhe në gjitha në perspektivën e tij, që do të jetë edhe europiane, po edhe rritse për secilin që jeton këtu. Patjetër, kjo është një detyrë që i takon politikanëve, që i takon shkollave, që në banga nxënësit duhet i mësojnë që çfarë është të jesh qytetar, që duhet marrësh përsipër përgjegjësi. Nuk mjafton thjesht të jesh, të jetosh aty edhe të bësh jetën tënde me familje, por ti duhet të marrësh përsipër përgjegjësi që të takojnë, të ngrenë zërin kur të bëhesh një padrejtësi. Prandaj është tamam me vend kjo fjala që dikush është në një vend si lider, si drejtues, sepse të tjerët nuk kanë marrë guximin për të qenë atje dhe për të shprehur vetveten. Po unë kthehem përsëri tek Ilir Meta, që unë e vlerësoj jo pse unë jam deputete sot, jo pse ai ka besuar tek unë që mund ta bëj këtë detyrë dhe më ka dhënë dhe mundësinë dhe detyrat brenda partisë, po sepse është një njeri i cili u ka hapur rrugë shumë njerëzve. I ka dhënë mundësinë të zhvillohen, të zhvillojnë aftësitë e tyre, u ka dhënë shansin. Dhe njeriu për këtë ka nevojë në jetë. Për një njeri i cili të vlerësoj edhe të t'jap mundësinë që ti ato gjëra që do të arrish në jetë, ato gjëra për cilat ti do të kontribuosh për shoqërinë, të t'japi mundësinë që ti ta ngresh zërin dhe ta bësh. Sigurisht, kapaciteti, aftësia është e jotja, përgjegjësia është e njeriu që e merr përsipër, por ama lideri është ai i cili piketon njerëzit, i cili kupton që kush ka dëshirë të realizohet dhe
të jap kontribut për këtë vend, atëherë t'ja hapim rrugën dhe ky ta jap këtë. Janë disa gjëra, shiko, janë disa gjëra. Kanë frikë se mos po doni një më i mirë se sa ata ikin ata vet nga pushteti, kështu që janë kurajozë ata që kanë përzuar. Është pikërisht kjo që media ka hedhur shumë balë mbi atë si figurë, po në fakt ai është komplet ndryshe nga ajo çfarë paraqiten në media. Nuk drejtohen përgjithsisht. Unë flas për zotin Meta që e kam njohur nga afër dhe që kam parë se si jo mua, po shumë njerëzve të tjerë i ka dhënë mundësinë brenda Partisë Lirisë. Nëse ne kemi pasur dëshirë të bëjmë një projekt, të ngrem zërin për një çështje, gjithmonë na e ka dhënë mundësinë për ta bërë, domethënë nuk na ka fenuar për ta bërë këtë gjë. Dhe prandaj dhe kam besimin që në momentin që ai do të dalë, vërtet njerëzit do të reflektojnë dhe do t'i afrohen atij si figurë për te gjithë luftës mediatike me analistë të paguar, me media të paguara që përpiqen ta luftojnë atë si figurë, por është pikërisht ky modeli dhe nëse del në terren kudo në Fier dhe në rrethet të tjera dhe të tregojnë eksperiencat e tyre që kanë patur me Ilir Metën, domethënë se si i ka ndihmuar, si i ka dëgjuar, si u ka shkuar dhe në sebepet më të thjeshta, në një dasëm, në një vdekje për ngushëllim, në një ditëlindje fëmijësh. Po kjo është thjesht i njerëzishëm, ti je pra njerëzve, ti dëgjosh ata. Prandaj e bën dhe shumë të veçantë, po dhe shumë të rrezikshëm për pushtetin, për qeverinë. Ja kuptoj. Unë vetëm shpresoj që guximi dhe kuraja e politikanëve aktual për të bërë pjesë e protestës nuk do të rrisë çmimin e vezëve në Shqipëri. Nuk do na detyroj pulat të rrisin prodhimin e vezëve në mënyra pastaj kështu artificiale që na ulin cilësinë. Po shpresa ime do të ishte që përtej parlamentit kjo protesta vazhdonte këtë nisëm edhe në institucione tjera që janë vendimarrëse, sikurse është kryeministria, dhe do të ishte shumë e vlerë që të rrethoheshin këto institucione, të pengojë funksionimi i tyre për të treguar vërtet që kjo revolta e qytetarëve arrin të pezullojë, të pengojë vazhdimsinë e këtyre institucioneve. Dhe se çfarë ndodh? Vazhdoni ju, protestoni, nuk ka problem, ne vazhdojmë punën tonë këtej, thoshin rilindasit. Kështu që vetëm bllokimi i parlamentit, i këtyre deputetëve filloi të krijojë pak stres, dhe pak vështirësi për funksionimin e parlamentit. Ai sa, le të themi, e bën një javë të gjelbër në mes të muajit korrik, që nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Pse për mos u përballur me këta protestues, sado që ata nuk e shprehin, ata realisht kanë frikë. Pra, vazhdimi për shkallëzimi i kësaj proteste edhe në mënyra të tjera do të ishte shumë e vlerë për të dhënë një impakt real dhe për të arritur pasaj në qëllimi final që është dorëzimi i kësaj qeverie. Jo sepse na shërben politikisht. Dikush mund të humbas dhe karrieren e vet, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është çfarë vjen më pas për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë. Çfarë është më mirë? Më e mira është të rrëzohet kjo qeveri. Kështu që prandaj të duhet të qëndrojnë shumë kësaj proteste. Por do të shtoja më e mira është të rrëzohet ky regjim. Më e mira është realisht regjim, që protestuesit dhe qytetarët në fund të kësaj proteste të kenë një qeveri, jo një qeveri, po një regjim politik i cili është aty për ta dhe jo e kundërta. Dhe kjo tani flasim të kenë një sistem demokratik, një sistem demokratik ku të kuptoj kushdo që është një qeveri që është i varur nga populli, që populli e emëron në qeveri, por ama dhe e rrezon, sepse këta tani janë mësuar që vinë në qeveri 4 vjet. Nuk e vrasin mendjen fare se çfarë ndodh me këtë popull. Atëherë, le të kthehet sovraniteti, le të kthehet fuqia e popullit. Të gjitha palët, se dhe një opozitë që braktis popullin e vet dhe vendos t'i bëj karshillik sistemit politik duke justifikuar mbas faktit që ne tani më kemi dalë prej parlamentit dhe ju bëni ç'të doni, nuk i solli kurrë asnjë të mirë vendit tonë dhe përkundrazi. E bëri Shqipërinë më lëmsh se sa kurrë herë. Sigurisht që lënia e mandateve, dalja nga parlamenti nuk ishte një veprim që i shërbente qytetarëve. Por këto janë histori të kaluara tani. Rëndësishme është çfarë bëhet më tutje në të ardhmen. Historitë tona të kaluara janë të tëra, e di. Të kaluara janë, po ajo që na shërben neve si shqiptar është të shikojmë të ardhmen. Çfarë do bëhet në të ardhmen, sepse edhe shigjetimi i opozitës dhe relativizimi i gjërave nuk na shërben. Është mirë që të jemi përbashkues, që të gjithë bashkë të jemi për një qëllim, duke filluar dhe etiketuar pastaj po PD-ja kështu, po PL-ja kështu, po kjo parti këtej, po kjo. Jo, ne na shërben të gjitha forcat së bashku për të arritur atë një qëllim të vetëm që kemi. Rrëzimin e kësaj qeverie sepse po i pi gjakun shqiptarëve. Jo sepse është qëllim politik, po përmes politikës arrim mirëqenien e shqiptarëve. Kjo është e gjitha.
dhe mesazhi është shumë i bukur. Mendoj unë fiks për ta mbyllur podcastin dhe episodin. Po vjen shumë keq që përfundoj. Do të them që më vërtet ka dhënë një podcast ndryshe. Nga gjithë të ftuarit e mi të tjerë që i dua shëndetshmojnë shumë, po ky ishte ndryshe. Faleminderit. Kështu që faleminderit shumë Bruna që u bëre pjesë, edhe që pata kurat flasësh ashtu siç ti besoj unë identifikohesh tani më politik, por edhe në rrethet e tua të ngushta të miqve, familjes e tjerë. Dhe kjo është e bukur. Na duhen njerëz që nuk kanë shumë fytyra në ballafaqimin me publikun. Besoj kjo të bën të veçantë, dhe nuk është kompliment, është mendimi im i realisht. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe me ne. Do t'i shoj një falënderim shumë të veçantë edhe një djalë që ne e kemi kështu ca mbas kuindave, po ata që janë thellë të botës media se njohin. Nikun, që e përshëndes shumë. Emri Nikun nuk vjen me tash, po si do qoftë. Ja u themi në episodin tjetër. Niku Ismaili, okay, faleminderit po. Me Nikun bën gjitha gjërat e mundura në Trio Multimedia, edhe jo vetëm në fakt. Faleminderit që na dëgjuat, shihemi herën tjetër. Faleminderit.